Doja të ndaja me nxënësit e shkollave një video informuese në lidhje me vlerat e ushqyerjes së shëndetshme. Ushqimi nevojitet për energji, për rritje, për imunitet. Llojet e ushqimeve i kategorizojnë në proteina, brumra, ku futen dritrat, ëmbëlsirat, karbohidratet dhe yndyrna. Gjithashtu, organizmi ka nevojë për vitamina dhe perime. Çdo kush duhet kuptoj sinjalet që dërgon trupi në lidhje me çrregullimet e brendshme, si për shembull, mungesa e vitaminave mund të shfaqet me çarje të buzëve, lodhje, dhimbje koke kronike ose mungesë përqendrimi. Gjithashtu, mungesa e vëmendjes, ulja e shikimit, djersitja, kapsllëku, edhe këto janë sinjale që tregojnë se diçka nuk funksionon mirë në organizëm. Mungesa oreksi, për shembull, është deficiti i zinkut, dhimbjet e kockave lidhen me mungesën e vitaminës D dhe të kalciumit. Sa i rëndësishëm është uji tek shëndeti. Uji transporton lëndët ushqyese, ndihmon metabolizmin, rregullon temperaturën e trupit, largon toksinat. Sasia ditore ndryshon nga aktiviteti fizik, nga mosha, nga sezoni, mjedisi e të tjera. Ujit mund ta marrim nëpërmjet gatimeve, supra, nëpërmjet çajrave dhe frutave të freskëta. Vlerat e disa ushqimeve. Qumshti përmban proteina, forcon dhëmbët, forcon imunitetin. Fasulet kanë hekur, duhet të konsumohen të paktën një herë në javë. Spinaqi ndihmon gjakun, ka hekur, ka dhe folate. Preshat stimulojnë aparatin tretës, luftojnë dhjamosjen. Patlıxhanat kanë jod, dritrat integrale, sidomos kanë fibra dhe vitamina të grupit B, D dhe E. Kujdes me mbi peshën. Kalorazhi ditor që duhet marrë një nxënës shkolle është 1700 deri në 2000 kilokalori në ditë. E ndar kjo në 5 vakte. 3 vakte të plota dhe 2 mesvakte, paradite rreth orës 10:30 dhe në mbasdite rreth orës 5. Për të luftuar dhjamosjen, duhet të konsumoni ushqime të freskëta, respektoni sasinë e lejuar, mos e tejkaloni dhe merruni me aktivitet sportiv. Disa këshilla: zvogëloni konsumin e mishit të procesuar, sallam, salcice, konsumoni ushqime të stinës, konsumoni fruta çdo ditë dhe perime të përditshme.